Përshëndetje të dashur miq, të mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Zona Tech. Hapësira ku mund të flasim për zhvillimet më të fundit të teknologjisë, me rubrika të ndryshme si lajmet e javës, pak histori ose personazhe të njohur. Është kënaqësi të jemi sërish së bashku për të vazhduar udhëtimin ton rreth teknologjisë. Pa u bërkohë, le të fillojmë me lajmet e javës. Të rejat e kësaj jave janë: Planatir Teknologjisë dhe Nvidia bashkëpunojnë për të ndërtuar software që përshpejton ndërtimin e qendrave të dhënave për inteligjencën artificiale. Projekti i quajtur Chain Reaction synon të përmirësojë menaxhimin e zinxhirit të furnizimit, të përmirësojë koordinimin midis furnitorëve dhe furnizuesve të energjisë dhe të lehtësojë proceset e ndërtimit të data center për inteligjencën artificiale. Nvidia tashmë ka prezantuar server që mund të arrijë shpejtësinë e modeleve të inteligjencës artificiale deri në 10 herë më shpejt. Serverët e rinj mundsojnë trajnime dhe inferencë shumë më të shpejtë për modelet e avancuara kineze, si për shembull Moonshot AI ose DeepSeek. Microsoft ul kuotat e shitjes për softwarët inteligjencës artificiale për shkak të rezistencës së klientëve. Shumë kompani hezitojnë të adoptojnë menjëherë produktet e tyre të reja të inteligjencës artificiale, duke detyruar Microsoft të rishikojë objektivat e shitjeve. Tashmë, Amazon dhe Google kanë lançuar shërbimin e përbashkët multi-cloud. Shërbimi i ri lejon kalimin e të dhënave dhe aplikacioneve midis platforma si AWS dhe Google Cloud, më shpejt dhe më lehtë, një hap i madh për kompanitë që punojnë me AI në shkallë të gjerë. Samsung Electronics paralajmëron event First Look për 2026-ën, që do të zbulojë vizionin e ri për pajisjet inteligjente dhe përvojat e përparuara me AI. Kjo paralajmëron produkte të reja që synojnë të ndryshojnë mënyrën se si të veprojmë me teknologji në shtëpi, punë dhe argëtim. Është momenti tani që të ndjekim një prej punimeve të Deon Gjokës, djali 12 vjeçar nga Korça që ka pasion teknologjinë dhe specifikisht inteligjencën artificiale. Ndjekim tani videon për krahinën autonome. Në vitet kur Europa zinte si hekuri në fark, kur stuhit e luftës për plasnin kufit si valën mbi shkëmbë, në një cep të Shqipërisë që digje nga shpresa, u ngrit një qytet, jo thjesht qytet, por zë i gjallë. Qyteti që rrihte si zemre e lindjes, si kambane lirisë së pashëruar, dimërisht dimër i rënd si plumbi, por në 10 vjetorin e ati viti 1916, në ndritën e ftohtë që thyhej mbi gur, mbledhur rreth një tryeze, me duar që dridheshin jo nga frika po nga guximi, 14 burra musliman dhe të krishterë, krah për krah, firmosën jo një letër, por i lindjen e një kombi. Në atë qast, penat nuk shkruan shkruan gjuhën e gjakut, shkruan amanetin e brezave, dhe Korça si një zog i lasht që ndan ret, u shpoll krahina autonome shqiptare, me flamurin që të gjej si zjarri kuq në erë, me gjuhën shqipe që u bët dritë në shkolla, me emrin ton, që u tha me zë të lirë, Shqipëri. Në rrugë dëgjoheshin hapat e historisë, dritaret hapeshin si sy, fëmijët mbanin në duar abetare që nu hatnin pranverë, dhe Themistoklisë me trup, në krah të kolonelit Francës, qytetin ndërsuar si shikonin qytetin që merrte frymës, shkollat, rrugët, këmbë, flamurin, gjithçka merrte ngjyrë si pikturë në dorën e një piktori hynor. Korça nuk ishte vetëm një krahin, ajo bë provimi i identitetit, u bë trupi ku rrihte zemra shqiptare. Ne, të zgjedhur nga populli shqiptar, deklarojmë përpara përfaqësuesit të Francës që kazaja e Korçës, bashkë me Bilishtin, Kolonjën, Oparin dhe Gorën, formojmë një qark më vete
të administruar nga nëpunës shqiptar. Ju lutemi të na vini në mbrojtjen e autoritetit ushtarak francez. Në shfaq të tashi dëshirën e popullit shqiptar të Kazasë së Korçës që të jetoni të lirë dhe kërkoni mbrojtjen e ushtrisë franceze. Si përfaqësues i komandantit francez, pranoj dëshirën tuaj. Deklaroj pra se që sot, 10 dhjetor 1916, Kazaja e Korçës, bashkë me Bilishtin, Kolonjën, Oparin dhe Gorën, u formua qark më vete, i administruar nga nëpunës shqiptar në mbrojtjen e autoritetit ushtarak francez. Korça nuk ishte vetëm një kraj, ajo bë provimi i identitetit, u bë trupi ku rrithë zemra shqiptare. Por koha, ajo perëndeshe heshtur që spyet për plag, erdhi me stuhit e veta, frontet lëvizën si lumenj të marë, diplomacit shkruan fatin ton në trijeza të ftota. Por edhe kur flamuri u ul një dit, shpirti nuk u ul kur. Sepse qyteti Juglindjes kishte parë vetën në pasqyr dhe ishte njohur si Shqipëri. Dëgjoni, ju që sot e shihni këtë histori me sy të lagur, ne nuk jemi bi rastësor, ne jemi bi të tokës që nuk shkelet, bi të gjuhës që nuk shuhet, bi të flamurit që digjet por nuk tretet. Kujtoni Korçën e 1916-ës, një qytet i vogël, por me zemër sa një kombë, një gur i hedhur në ujë që bëri val shekullore. Le t'i ngjasojmë atyre burrave, të bashkuar si dritë mbi një flamur, të mos ndajmë fe, krahin gjyrë, por të ndajmë Shqipërinë si bukë në sofër. Mos harroni, liria nuk është dhuratë, liria është kujtim, plagë dhe amanet. Dhe nëse zemrat tona trokin sot si një, atëherë ky qytet nuk ishte histori. Ajo është ende gjallë në ne, në çdo fjalë shqipe, në çdo varg këngë, në çdo fëmijë që mëson shkronjat tona me dritë në sy. Dhe sa herë ngrem flamurin kuqezi, ai nuk valvitet nga era. Jo, ai valvitet nga gjaku ynë. Tani që kemi hedhur një sy në të tashmen, është koha të kthehemi prapë mbrapa në kohë dhe pikërisht me rubrikën Pak Histori. Sot do të flasim për një histori që ndoshta shumica prej nesh e ka dhe shumë të preferuar dhe është historia e videolojrave. Historia e videolojrave fillon në vitet 50 dhe 60, kur disa shkencëtar krijuan lojra shumë të thjeshta në kompjuterët eksperimental. Një nga lojrat e para ishte Tennis for Two, pra dhe për 2 njerëz. Një simulim i thjesht tenisi i krijuar për t'u treguar vizitorëve se si funksiononte teknologjia. Një tjetër lojë e hershme ishte gjithashtu Space War, ku 2 lojtar kontrollonin anije hapësinore dhe përpiqeshin që të godisnin njëri tjetrin. Besoj të gjithë e kemi luajtur këtë në fakt. Mua më duket shumë interesante fakti që janë krijuar në vitet 50-60. Gjithashtu këto lojra nuk ishin tregtare, por treguan se kompjuterët mund të përdoren edhe thjesht për argëtim, sepse deri në atë kohë nuk
konceptohej që kompjuterat të përdoreshin për arsye argëtimi. Po ishin më shumë për punë, për të zgjidhur diçka që ju nevojitej me patjetër, më tepër për punët ushtarake ose edhe qeveritare. Në fillim të viteve 70, videolojrat u bën të njohura për publikun e gjerë. Kompania Atari krijoi lojën Pong, një lojë thjesht ping-pongu elektronike. Kjo lojë u vendos në bare dhe qendra lojrash dhe pati aq sukses sa njerëzit prisnin në radhë për ta luajtur. Pong hapi rrugën për industrinë e re të videolojrave dhe e ktheu lojën elektronike në një aktivitet argëtues për miliona njerëz. Shumë interesante që e kanë vendosur edhe në bare të ndryshme, se ti mund të shkosh të konsumosh diçka dhe luan dhe lojë. Dhe të mendosh radhën e njerëzve që të shkonin për ta luajtur atë lojë. Por në vitet 80 erdhi një shpërthim i ri në krijimtarinë e njerëzve për sa i përket teknologjisë nga ana e argëtimit, nga ana e videolojrave. Në këtë periudhë u shfaqën personazhe ikonik si Mario, Pac-Man, Donkey Kong dhe Zelda. Të gjitha këto lojra ne i njohim. Po, dhe i kemi luajtur, besoj nga të gjithë, sidomos Marion, edhe Pac-Manin. Po, të gjitha. Kompania Nintendo lëshoi konsolën NES, e cila bëri që videolojrat të futeshin në çdo shtëpi. Loja Super Mario Bros u bë tepër popullore sepse ishte e lehtë për t'u mësuar, por sfiduese për t'u përfunduar. Në të njëjtën kohë u krijuan dhe lojrat e para me histori më të thelluara dhe me botë më të mëdha për t'u eksploruar. Kjo me Super Mario është shumë interesante faktikisht, sepse duke sikur nuk mbaronte kur. Sa vjen edhe nivele më të reja më të vështira. Më të reja më të vështira dhe të duke kështu si e thjeshtë se Mario ja vetëm që duhet të shmangte pengesa dhe ato përpudhat, po nuk ishte aq e thjeshtë në vetvete. Dhe është shumë interesante fakti që vazhdon ende dhe sot të jetë si lojë në treg, normalisht është më e avancuar dhe kështu, po nuk u zhduk kur nga tregu. Po. Në vitet 90, videolojrat u zhvilluan dhe më shumë fal teknologjisë 3D. Konsolat si PlayStation, Nintendo 64 dhe Sega Genesis sollën grafik me realizëm dhe lojra më të ndërlikuara. Lojrat filluan të kenë tregime më të gjata, personazhe më të detajuara dhe mënyrë loje më të lira. Lojra si Final Fantasy, Metal Gear Solid dhe The Legend of Zelda treguan se videolojrat mund të ishin jo vetëm argëtuese, por emocionuese dhe artistike. Dhe kjo tregon edhe evolimin e videolojrave që kanë arritur deri këtu, se më përpara ishin me grafikën kështu dhe ndoshta nuk të dukej aq interesante. Kurse tani me zhvillimin është bërë shumë interesante dhe të shtyn vazhdimisht që ta luash. Besoj se do e dukur shumë e çuditshme kalimi nga lojra 2D në 3D për njerëzit në ato vite, pra. Ata nuk e konceptonin dot fillimisht që të kishte lojra, videolojra për t'u argëtuar vetëm për qëllim argëtues. Dhe kalimi nga figurat me piksela 2D, që ti gati mund t'i numëroje të gjitha pikselat në ajo lojë, deri tek lojra 3D, që mund të dukeshin në atë kohë nuk dukeshin si në jetën reale, por me përparimin e tij në ditët e sotme duken vërtet shumë reale dhe të duket sikur edhe ti pjesë e atyre pavarësisht se e luan nga jashtë, domethënë është bërë shumë e frikshme nga një anë. Në fakt, para disa ditësh u mbajt ceremonia për dhënien e çmimeve të lojrave më të mira dhe loja më e mirë e vitit këtë vit 2025 ishte lojra e quajtur Expedition 33. Nuk besoj se e ke dëgjuar. Jo, nuk e kam dëgjuar. Po vlerësoheshin shumë grafikat asaj loje, sepse vërtet dukeshin sikur ishin njerëz të vërtet personazhet e asaj loje. Dhe unë shumë mendoj që edhe në çmimet që jepen dhe kështu grafika është ajo që e bën lojën, është shumë e rëndësishme, se pastaj historia normale që ka pjesën e vet dhe mënyra si ka ndërtuar lojën, po grafika është nuk e di, më duket si pjesa më e rëndësishme e videolojrave. Ka qenë një lojë shumë e vlerësuar si për grafikat, ashtu edhe për muzikën, për meloditë që kishin gjatë
luajtjes gjatë momentin kur ti luaje lojën. Gjithashtu përveç këtyre të dyjave edhe të gjitha pjesët e tjera, pra historia, mënyra se si luaje, sepse ka lojra të ndryshme, mënyra të ndryshme si mund ta luash, siç e përmendëm ne për shembull Pac-Manin, nuk mund ta luaje në të njëjtën mënyrë siç luaje Super Mario. Ja, stile të ndryshme të lojës dhe vërtet është vlerësuar shumë këtë vit si lojë vërtet. Edhe duhet të fillojmë ta luajmë që ta shikojmë domethënë çfarë ka kaq të veçantë. Por problemi është që lojra të tilla kaq të mira kërkojnë edhe kompjutera të fuqishëm. Po, patjetër. Sepse nuk mund t'i luash dot me një kompjuter të vjetër dhe kjo është pak pengesë në ditët e sotme. Shiko, edhe më përpara ka qenë pengesë kjo pjesa e memorieve. Mbaj mend unë kam pasur një PlayStation 2 në shtëpi. Dhe ai madje pranonte edhe vetëm kështu disja origjinal që duhet i blije në elektronikën se doli dhe periudha që lojrat edhe mund të kopjoheshin. Po. Siç e kemi bërë të gjithë që nuk duhet ta bënim, po. Edhe ajo nuk e pranonte dhe problemi ishte që duhet të blije edhe gjithmonë kartë memori që t'ja vendosje për të luajtur lojën se përndryshe e luaje, po së bëj save pastaj. Më kam bërë shumë përshtypje në fakt kjo loja që fitoi këtë vit, sepse përveç çmimit si loja më e mirë kishte marrë dhe 9 çmime gjithsej, 9 shumë interesante. Por me ardhjen e internetit në fund të viteve 90 dhe në fillim të viteve 2000, lojrat online u bën shumë të rëndësishme. Njerëzit tashmë mund të luanin me miq ose kundër lojtarëve të tjerë kudo në botë. U krijuan lojra masive online si World of Warcraft, ndërsa konsolat e tjera si Xbox dhe PlayStation 2 e bën lojën e lidhur me internetin më të zakonshme. Në të njëjtën kohë u përhapën dhe lojrat në kompjuter, veçanërisht lojrat me strategji dhe ato me qitje. Besoj që gjithi kemi luajtur Farçet, unë mbaj mend ka qenë Frivi. Frivi, Girls Go Games, Tate, që ishin po lojrat online. Teta kishte lojra më të bukura në Frivi. Jo, unë i qëndroja Frivit. Ti qëndroje Frivit. Frivi është akoma. Është akoma, po, dhe kishte lojra shumë të bukura, unë nuk e di mund të luaja me orë të tëra, nuk shitesha dhe të njëjtë lojë ta luaja, se ato ishin dhe nga që ishin dhe lojra online dhe nuk bëheshin dhe save, dhe duhet të nisje gjithmonë nga e para dhe nga fillimi. Nga e para dhe gjithmonë ishin ca dhe me të gatuar torta dhe kështu se ne luaj. Po besoj pjesa më e bukur ka qenë momenti kur njerëzit arritën që të luanin së bashku, pra në 2 kompjutera më vete, të arrinin që të luanin së bashku në një lojra dyshe online. Dhe unë madje shikoj dhe persona shumë në rrjetet sociale nga gamers, pra nga lojtarët që merren vetëm me lojra, që kanë kompjutera shumë të mëdha në dhomën e tyre. Shumë të mëdha me nga 2 ose 3 ekran ngjitur, nuk e kuptoj se i kanë tërë ato. Që vjen edhe kufje dhe madje luajnë edhe me shumë njerëz, sidomos këto lojrat me luftë, dhe mund ta luash edhe me një njeri kudo, domethënë ai mund të jetë kudo dhe ti mund të mos e njohësh fare. Thjesht hyn dhe luan dhe duke folur dhe luan. Domethënë ka arritur shumë e evolucionuar, shumë ndryshim. Një lojë që mua më pëlqente jashtëmase ishte Minecrafti. E ke luajtur? E kam dëgjuar, po nuk e kam luajtur, se unë isha më shumë kështu nga këto lojrat kështu me gatime të veshura. Unë luaja lojrat me gatime, pastaj pas gatimeve shkoja në këto lojrat me mbijetesë. Minecrafti më pëlqente shumë. Robloxi që këto ditë është bërë akoma më i njohur, por që ka shumë vite që është në treg, është një platformë me shumë lojra brenda që të gjithë kanë mundësinë që nëse janë të aftë, ta krijojnë një lojë të tyre personale. Dhe kjo jep mundësinë që të ketë një varietet shumë të madh të lojrave. Pra ti nuk mund të lodhesh kur atje sepse gjithmonë do ta gjesh një lojë të re. Po, dhe ata që duan të krijojnë një lojë dhe kështu mund ta hedhin. Po. Dhe një lojë tjetër që më pëlqente shumë ishte Five Nights at Freddy's, që ishte një lojë horror. Që mua nuk më mbante kurrë që ta luaja, por gjithë ditën edhe prapë luaje. Por gjithë ditën shikoja vetëm njerëz që e luanin atë lojë. Gjithkohë ishte një lojë shumë e veçantë, akoma luhet shumë. Po më tepër pëlqej pjesa e historikut të asaj loje, sepse e gjitha është mister. Dhe ka pafund video në YouTube me njerëz që nxjerrin teori për atë lojë, që të kuptojnë historinë e asaj loje, sepse nuk është një histori e thjeshtë që ty ta jep si tekst, si dialog loja dhe të mund ta kuptosh, siç është në pjesën më të madhe të rasteve. Ti duhet
të zhbirosh të gjithë rrethanat, të gjithë prapaskenat, të futesh në kodin e lojës, të shikosh me efekte të ndryshme, skena të ndryshme nga loja, që ti ta kuptosh se çfarë histori ka aty, çfarë sekretesh përmban ajo lojë. Unë më përpara kam luajtur shumë Sims. Ka qenë ajo loja që në fakt kishte simse të ndryshme, se njëra ishte që mund të krijoje familje, të krijoje shtëpinë, kështu, kurse ishte edhe një Sims tjetër që më ka pëlqyer shumë, që shkonin në ishull personazhe dhe tani duhet të krijonin shtëpi, duhet të mbjetonin, dhe gjithmonë vazhdimisht i hapin nga një ishull i ri dhe në fund pastaj kthehej në shtëpi, nëse arrije deri në fund të lojës, po ishte vazhdimisht kështu, për mbjetesë, lojë për mbjetesë, ishte dhe ajo, po thjesht nuk kishe të bëje me të ndishnin dinosaur nga mbrapa. Simsi nga 1 deri në 4 ka qenë fantastik, të gjitha lojrat fantastike. Ishte loja që më mbante dhe më të rishte shumë, nuk e di ndoshta nga që kam edhe shumë shef këtë pjesën e arredimit edhe të krijuarit të shtëpisë. Ishte vërtet shumë lojë fiksuese, sepse hapi i parë ishte që ti do krijoje avatarin tënd. Përveç avatarit tënd mund të krijoje edhe një pafundsi, por mund të krijoje edhe avatar të tjerë sipas dëshirës tënde. Në versionet më të reja është opsioni që të krijoje edhe kafshë shtëpiake. Po, ka qenë pak më vonë, jo, nuk është bërë tani së fundmi. Po, në Sims 4. Po, është tua. Edhe ishte shumë e bukur. Shumë e bukur. Po çdo versioni i ri sillte grafika më të mira të lojës. Do me thënë të krahasosh grafikat e Sims 1 me ato të Sims 4-s, gati nuk dallohet që ishte e njëjta lojë. I gjithë koncepti i lojës, për ata që ndoshta nuk e kanë patur mundësinë që ta luajnë, ishte që ti krijoje avatarin tënd, ti krijoje shtëpinë tënde sipas dëshirave dhe ti do jetoje. Do mundohesh të mbjetoje me gjithë familjen. Do shkoje në punë, do shkoje në shkollë, do gatuaje. Jo, se në Sims 4 e zgjedh vetë punën. Sot videolojrat janë një industri gjigande, më e madhe se filmi dhe muzika së bashku. Lojrat modern kanë grafik shumë realist, botë të hapur dhe histori të shkruara mirë, pra ajo që folëm deri tani. Po. Ekziston videolojra për të gjitha moshat dhe interesat, nga lojrat sportive dhe garash deri tek aventura, strategji dhe lojra edukative. Po, dhe lojrat edukative janë shtuar shumë, janë bërë një mënyrë shumë e mirë për të gjithë fëmijët që të arrin ta kuptojnë. Për shembull, unë mbaj mend që ishte një fazë në fillore më detyronte mami çdo darkë që të luaja një lojë me shumëzime. Sepse nuk e di pse, po e kisha shumë problem ta mësoja shumëzimin, tabelën. Dhe me atë lojë mami tim më mundua të më zhvillonte, të më rriste IQ-n për sa i përkiste shumëzimit. Është në fakt shumë interesante se fëmijët i tërheq shumë ekrani dhe sidomos dhe telefonat që janë për të pashmangshëm në kohët e sotme, dhe është një mënyrë duhet të dimë si ta përdorim këtë. Dhe ishte vërtet metodë efikase. Po, dhe janë metoda efikase sepse tërheq dhe i duket edhe argëtuese, por dhe mëson. Unë personalisht kam shumë qejf këto lojra që janë me të gjetura të fjalëve. Po, lojra si fjalë kryqe është tani Wordle. E ke luajtur Wordle? Është që ty të jepen disa kutiza bosh dhe ti numri është i caktuar, për shembull 5 ose 6 ose. Dhe ti duhet që të shkruash fjalë që ty të vinë në mendje. Zakonisht loja është në anglisht në fakt. Po, duhet të jesh dhe njohës i gjuhës. Po pse jo, mos shtohet edhe një version në shqip. Shumë interesante. Të gjithë ata që na ndjekin dhe kanë mundësi të krijojnë videolojë dhe lojra në shqip, krijojeni në shqip. Dhe ideja ishte që ti shkruan një fjalë që mund të vijë në mendje, është një fjalë e caktuar çdo ditë. Dhe ti duhet ta gjesh atë fjalën e caktuar. Për çdo shkronjë që ti e ke gjetur të saktë, shkronja merr një ngjyrë të verdhë. Për çdo shkronjë që ti e ke gjetur të saktë dhe e ke në vendin e dur të fjalës, shkronja merr ngjyrën jeshile. Dhe me gjithë këto dhëna që mund të marrësh, ti arrin që të zbulosh në fund fjalën e ditës. Dhe vërtet të ndihmon shumë, si gjimnastik për trurin. Po, shumë interesante, dhe madje kjo lojë që thua ti Elena është e luajnë edhe shumë persona, e kam parë që e bëjnë në për fletore tani. Po, ka filluar. Ka filluar në TikTok, më ka dalë e bëjnë në fletore kështu, i shkruajnë atje. Po, luajnë janë dy motra, luajnë me njëri tjetrin.
Lojrat në telefon janë bërë po aq të njohura fal pajisjeve të mençura që I kemi me vete gjithkohon. Videolojrat tani nuk janë më thjesht një argëtim. Ato përdoren për edukim, trajnim, sport, elektronik dhe si një formë e artit modern që deri diku lojrat janë art, sepse grafika dhe çdo gjë tjetër e bën të jenë dhe art. Duhet theksuar edhe pjesa siç e përmendëm ne e sportit. Tani videolojrat janë kthyer në sport. Quhen e-sports, pra electronic sports, dhe janë pafund konkurse me njerëz që duhet të luajnë lojra të ndryshme dhe quhet fix sport. Që ti duhet të konkurosh, duhet të trajnohesh, që t'jarish të dalësh dhe të fitosh në fund. Në një mënyrë interesante për të bërë sport. Për të gjithë ata që ndoshta janë pak dembel që të merren, por ne themi në fakt ndonjëherë që sporti të ndihmon ti largohesh teknologjisë për disa momente, po që ka bërë dhe teknologjia si sport. Kjo është që duhet ta përdorim me kriteri teknologjinë dhe deri atje ku duhet, mos e te kalojmë se pastaj sillim pasoja të tjera, jo vetëm fizike. Po. Miq, pas gjithë kësaj bisede për videolojrat, për historikun e tyre dhe gjithashtu disa momente të bukura për të gjitha lojrat që ne kemi luajtur, është momenti të shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me rubrikën e radhës. Na ndiqni. Kalojmë tek njerëz që kanë formosuar këtë histori. Pas çdo shpike teknologjike që ne shohim, ekziston një njeri. Po pikërisht sot do flasim për Ada Lovelace. Një grua që përpara se kompjuteri të ekzistonte, përpara se dikush të mendonte për kodin, algoritmin apo inteligjencën artificiale, ajo e pa të ardhmen me qartësi të jashtëzakonshme. Pra dhe siç e tham, ajo quhej Ada Lovelace dhe sot njihet si programuesja e parë në histori dhe mua më bëhet shumë qefi që është një femër. Sepse ne kemi sjellë shumë personazhe të njohur, po femrat ndoshta duken sikur janë më pak në teknologji, po faktikisht janë shumë më shumë. Po. Në një botë ku matematika shihet si territor burash, ata I sfidoi rregullat, kohën, madje edhe vetë imagjinatën njerëzore. Por si arriti një grua e shekullit të 19 të shkruaj algoritmin e parë të kompjuterit, kur kompjuterit nuk ekzistonin ende? Ne ta zbulojmë së bashku. Fillimisht le të fillojmë me jetën e hershme të Adës. Pra, ajo ishte vajza e një poeti dhe e një matematikaneje. Ada Lovelace lindi në vitin 1815 në Londër. Ishte vajza e poetit të famshëm Lord Byron, një figurë geniale, por impulsive dhe e trazuar. Vetëm pak javë pas lindjes së Adës, lidhja mes prindërve u prish. Nëna e saj, Anabela, u largua duke e marrë Adën me veta. Madje Anabela quhej shpesh princesha e paralelogramit, për shkak të profesionit të saj për matematikën. Ajo kishte frikë që Ada të mos trashëgonte çrregullimet romantike të babait, ndaj këmbëngulit ta edukonte vajzën me disiplinë shkencore, matematik, logjik dhe astronomi. Por pavarësisht përpjekjeve të nënës së saj për të larguar Adën nga imagjinata poetike e babait, Ada u rit me një kombinim unik. Mendje shkencore dhe imagjinat të egër. Ajo besonte se matematika nuk ishte vetëm numra, por një mënyrë për të kuptuar botën në mënyrë kreative dhe deri diku ka pasur shumë të drejtë. Në moshën 17 vjeçare, Ada u prezantua në një mbrëmje aristokrate me një matematikan të quajtur Charles Babbage, për të cilin e kemi folur edhe në episodet e mëparshme, I cili punonte mbi një makinë mekanike për të bërë llogaritje automatike. Ai e quante projektin e tij makina diferencuese. Babbage, I emocionuar, I tregoi Adës planet për makinë më të avancuar, një autonom që teorikisht mund të kryente çfarëdo lloj llogaritje. Makina analitike ishte një ide revolucionare, një makinë që përdorte karta të shpuara, memorie dhe një lloj procesori. Ne kemi folur dhe për makinën diferencuese dhe për makinën analitike të Babbage. Dhe nga që jetuan në të njëjtën periudhë kohe, ata bashkëpunuan të dy për të arritur diçka më
evolutive. Në fakt, shumë njerëz e pan këtë shpikje të Charles Babbage-it si një lodër interesante mekanike, por Ada me imagjinatën e saj përtej kufive të epokës, e kuptoj se ajo makinë mund të bëjë shumë më tepër se sa thjesht një instrument matematikor. Madje, pati çka që vetë Babbage nuk e kishte artikuluar ende. Ai e quajti Adën zonja e numrave, duke dalluar me njëherë talentin e saj. Dhe çuditshme se si njerëzve në atë kohë ju dukej diçka që nuk e kishin parë si një makinë kështu interesante që mund të kryente diçka më shumë dhe ta mendosh që ajo makina është baza për çdo gjë që ka ardhur sot. Algoritmi I parë në histori. Në vitin 1842, një shkencëtar italian botoi një artikull për makinën analitike të Babbage. Ada u ngarkua ta përkthente atë nga frëngjisja në anglisht, por ajo nuk kufizua në përkthim. Ajo shtoi shënime shumë të gjata se vetë artikulli. Dhe pikërisht në këto shënime ndodhe dhe vepra e saj historike, pra sepse asaj ishte dukur e paplot kur e ka përkthyer nga frëngjisja në anglisht dhe I ka shtuar nga vetja normal. Një prej tyre përshkruante një metodë të detajuar hap pas hapi për t'i mësuar makinës se si të llogariste numrat. Sot e quajmë këtë algoritmi I parë I shkruar ndonjëherë për një kompjuter. Por normalisht që Ada nuk u ndal këtu. Ajo parashikoi koncepte themelore të informatikës moderne, si për shembull, makinat një ditë do të ishin në gjendje të përpunonin jo vetëm numra, por tekste, tinguj dhe imazhe. Kjo është thelbi I kompjuterit modern, një pajisje universale e informacionit. Pra dhe kompjuterat. Dhe është shumë e vërtetë sepse ne e shohim dhe në ditët e sotme që makinat nuk përpunojnë jo vetëm numra, por imazhe, audio, tekst, video, të gjitha. Po, ne kemi jo vetëm kompjuterit, por shumë pajisje të tjera më të avancuar si tablet, telefonë që kanë arritur deri këtu dhe imagjino që në vitet që në shekullin e 19 të ketë qenë kjo ide. Nuk e di, ka qenë mendje shumë e madhe. Po. Programimi është arti I krijimit të rregullave dhe instruksioneve që një makinë t'i zbatojë. Ada mendonte se teknologjia nuk është vetëm matematik, është edhe kreative. Ajo e quajti këtë kombinimin poetike e shkencës. Dhe sot, kur mendojmë për programimin, shohim pikërisht këtë bashkim të logjikës dhe imagjinatës, është shumë e vërtetë, sepse edhe grafikat e këto janë imagjinate. E vërtetë, po. Ada mund t'i quaj si vizionarja që parashikoi kompjuterit modern. Në kohën e Adës, askush nuk mund ta imagjinonte kompjuterin personal, internetin apo edhe inteligjencën artificiale, por pikërisht Ada e bëri këtë gjë. Ajo shkroi se makina e Babbage nuk ka pretendim të krijojë diçka vet. Ajo mund të ndjek vetëm rregullat që I jepen. Kjo fjali është bërë një nga më themeloret në filozofinë e inteligjencës artificiale. Dhe shumë interesante që ka inteligjenca artificiale është menduar që në atë kohë është menduar, por nuk e dinin tamam si do funksiononte. Pra në mënyrë të pabesueshme, Ada parashikoi softwarein, procesorët, programet e përgjithshme, madje edhe idetë e makinave krijuese. Ajo e pa kompjuterin jo si një makinë llogaritse, por si një instrument universal krijues, që është e vërtetë sepse ne me kompjuterat sot edhe krijojmë vetë. Fatkeqësisht, Ada nuk mundi që të jetonte mjaftueshëm për ta parë botën dhe genialitetin e saj për të cilin ajo kontriboi aq shumë. Vetëm në moshën 36 vjeç, ajo ndroi jetë që ishte rastësisht e njëjta moshë si e babait të saj, Lord Byron. Por idetë e saj mbijetuan. Më vonë, shkencëtarët e kompjuterikës e zbuluan punën e saj dhe e vlerësuan si pararendesën e programit modern. Më vjen shumë keq në fakt që është larguar nga jeta në moshë kaq të re, po, sepse mendoj që edhe nëse do kishte jetuar më gjatë, do kishte bërë idetë e saj, po, do ishin më të shumta dhe do kishim ndoshta këto teknologji që kemi, jo, po për atë kohë njerëzve do t'ju vinte teknologjia pak më e zhvilluar dhe më shpejt. Sot, një gjuhë programimi për Departamentin Amerikan të Mbrojtjes mban emrin Ada. Universitetet botërore studiojnë punën e saj. Emri I saj është simboli grave në STEAM, pra mua më bëhet shumë qefi që e ka marrë dhe si simbol sepse është një nga gratë e para që njihet në teknologji. Që dha kontributën e saj.
Ada Lovelace nuk ishte thjesht një matematikane. Ajo ishte vizionare, një mendje që pa të ardhme shumë më përpara se bota ti ishte gati për të. Pra herën tjetër që të klikoni një aplikacion, të shkruani një kod apo të punoni me algoritme apo të aktivizoni inteligjencën artificiale, kujtojeni këtë. Një grua nga shekulli 19 e shihte gjithë këtë në imagjinatën e saj, shumë kohë përpara se bota të mendonte se ishte e mundur. Vërtet një impakt shumë i madh në historinë e sotme dhe në dhe ta mendosh që puna e saj vazhdon dhe studiohet akoma ende dhe sot. Po. Nga ky diskutim shumë interesant për historikun e Ada Lovelace dhe për gjithë kontributin që ajo i dha teknologjisë së sotme, është momenti që të kalojmë në një hapësirë më interesante, më gazmore, më humoristike dhe më pak të dëgjuar të teknologjisë. Kuriozitete teknologjike. A e dinit se bllokimet inteligjente, njohja e fytyrës dhe qasja në çdo celular po fillojnë që të zvendçojnë çelësa tradicional mekanik. Së shpejti, shumica e sistemeve të sigurisë do të funksionojnë plotësisht në botën digjitale. Një tjetër kuriozitet, sepse ne sot kemi sjell teknologji që mund të zhduken dhe po vazhdojnë të zhduken. Të përmirësohen, ndoshta se sa të zhduken. Kontrolli me zë, gjesti i lëvizjes dhe aplikacionet e telefonave inteligjent po fillojnë të zvendësojnë telekomandat tradicionale. Në vitet e ardhshme, pajisjet shtëpiake do të kontrollohen kryesisht përmes gjesteve dhe asistentëve të inteligjencës artificiale, që kjo ka filluar dhe po ndodh sepse të gjithë e kemi të gjithë, po ka filluar janë Alexa, Siri, Google, që thjesht mund t'i thuash më ndro kanalin dhe ndron vetë. Po, telekomandat do iqen. Të gjithë hasemi në përditshmërinë tonë me faturat e shtypura në letër, pra janë detyrim për të gjithë. Që edhe nuk t'i japin ndonjëherë. Por kjo nuk është e drejtë. Faturimi në cloud, pagesat NFC dhe faturat digjitale po zvendçojnë faturat e shtypura. Së shpejti, i gjithë procesi i arkëtimit do të bëhet plotësisht pa letër, plotësisht në mënyrë digjitale. Unë mendoj që është më efikase dhe më e mirë, sepse të gjithë dhe ata që nuk e japin, pavarësisht se është shkelje e ligjit, duhet ta japin atë faturën, se kanë detyrim ligjor, por shumica nuk e bëjnë dhe të paktën në telefon nuk ka si të ndodhë ndryshe, duhet të ta dërgojnë. Është dhe më e mirë për mjedisjen, më ekologjike, sepse normalisht që me sasinë e faturave që duhen shtypur çdo ditë, harxohet shumë letër, harxohet shumë bojë, më vonë ato ku do të hidhen? Do të hidhen do ndotin ambientin. Dhe në mënyrë teknologjike është një mënyrë shumë e mirë. Po, edhe një avantazh tjetër i mënyrës teknologjike është që dhe këto fatura ty të ruhen. Po, të ruhen si historik. Se atë faturën po e marrim dhe e hedhim, siç e the ti, po të ruhet si historik dhe nëse ke diçka për të parë ose kështu e hap direkt. Po. Kartat fizike të kreditit që ne të gjithë besoj i përdorim ende dhe sot, dhe madje unë dëgjova që edhe Shqipëria do bëhet vendi ndoshta nga vendet më të para që do t'i zhduk edhe paran, edhe karta do funksionojnë vetëm me telefon. Pagesat pa kontakt, pajisjet e ndryshme dhe portofolet digjitale po zvendësojnë gradualisht kartat fizike. Transaksionet po zhvendosen dhe i vërtetimi të pandërprer dhe të padukshëm, pra përmes aplikacioneve të ndryshme, madje në iOS është edhe wallet, dhe kartën e kreditit dhe thjesht e bën një klik telefonit dhe e ke paguar pa patur nevojë për ta nxjerrë kartën. Dalin disa meme në fakt që kur paguan nga telefoni ose kur paguan me kartë, kur nuk je duke dhënë paran me dorën tënde fizikisht, të duket sikur nuk ke harxuar asgjë. Po dhe vetëm kur shikon llogarin bankare, shikon llogarin pastaj. Mua më ndodh shpesh kjo, sepse dhe unë shumicën e kohës paguaj me kartën e kreditit ose telefon, se ndonjëherë ndodh edhe mos kesh para në dorë. Dhe thjesht ble, se kam lekë dhe kur e shikoj pastaj them çfarë kam bërë. Në shtëpitë tona të gjitha janë të mbushura plot e përplot me kablo. Nga ato që duken, që vajnë dhe lëmsh. Nga ato që pengohemi shumë herë.
Gjithçka nga karikimi deri tek transferimi i të dhënave po shkon drejt teknologjisë patel. Platformat e karikimit, transmetimi ultra i shpejt i të dhënave dhe sistemet e bazuara në cloud po zvoglojnë dhe përfundimisht po eliminojnë rrëmujën e kablove. Shqyr. Në fakt, përveç këtyre kablove që mund të ngjenden në shtëpi, për shembull kablot e internetit, edhe kufjet tani janë bërë wireless me Bluetooth, pa kablo, që janë më praktike, po përveç faktit se mund t'i humbësh shumë më thjesht. Shumë më thjesht, po mirë nga ato kufjet e mëdha, ato janë bërë. Por diçka shumë e mirë për kalimin në teknologjinë pa kablo, wireless, është tani nëse keni telefona për shembull të njëjtës kompani, telefona më të rinj, mund t'i karikoni të dy telefonat vetëm duke hapur Bluetooth-in dhe duke i vendosur sipër njëri tjetrit. Pra dy telefona, pra pa karikues, nëse ti gjen një shoqe që e ka baterinë mjaftueshëm dhe ti është duke të mbyllur telefonin, thjesht vendoseni sipër telefonat dhe mua më duket edhe shumë e mirë kjo gjëja pa kablo, se kur i shikon se sado që të mundohemi mos na duke në shtëpi dhe janë bërë shumë estetike tani, po. Hyrjet biometrike dhe çelësat e kalimit po fillojnë të zvendësojnë fjalë kalime tradicionale. Brenda pak vitesh mund të mos kemi më nevojë të mësojmë përmendësh 10 kombinime të ndërlikuara fjalë kalimesh. Dhe kjo është prap një lehtësi shumë e madhe. Po. Algoritmet e transmetimit po zvendësojnë tashmë programet televizive. Deri në vitin 2030, transmetimet tradicionale do të thjenë pothuajse të zhdukura, ndërsa transmetimet e AI sipas kërkesës do të mbizotrojnë. Në fakt, në ditët e sotme ka shumë lëvizje kundra zvendësimit të artit nga inteligjenca artificiale. Edhe gjithashtu edhe për televizionin. Vërtet mund të jetë më e thjeshtë që ti të krijosh një program në YouTube ose ti të japësh lajmet me një figurë të inteligjencës artificiale, po nuk e ka të njëjtin impakt si ta bëj një njeri vërtet. Megjithëse televizioni ka filluar dhe po i bie më shumë shikueshmëria, sepse dhe lajmet për shembull të gjithë i kanë në telefon në kohë reale, sa ta hapësh për shembull ekranin dhe ta shikosh, të presësh orën 3 kur jepen lajmet. Po. Në fakt ka filluar tani, nuk më kujtohet emri eksaktësisht, por është krijuar një aktore me inteligjencë artificiale. Nuk ekziston vërtet, nuk është njeri i vërtet, është një simulim nga inteligjenca artificiale me zë, me figurë që ajo tashmë është bërë aktore. Dhe ka fituar dhe çmim. Shumë interesante kjo, nuk e kisha dëgjuar. Shumë interesante, po unë personalisht jam kundra kësaj. Po, sepse jam edhe si puna e për shembull fotografive që bën në telefon. Është ndryshe siç e përjetojmë aty në moment, po unë kam edhe shumë, nuk e di, kur i kam fotot e Lara që e marr dhe prek atë foto, një tjetër ndjesi se sa kur e shikoj në telefon. Se në telefon e hap e shikoj në telefon, sot mund ta kem, nesër më fshihen ato, kurse ajo më ngelet. Janë krijuar edhe shumë programe tani në fakt që ti mund t'i japësh një foto të fytyrës tënde dhe me inteligjencën artificiale të çon ku të duash ti. Të bën foto sikur ti ke shkuar në X vend, në X plazh, në X mal dhe të bën sikur ti ke qenë atje vërtet. Thjesht me fytyrën tënde dhe problemi është që janë shumë të besueshme. Po, se nuk dallohen. Nuk dallohen. Po, mua kjo më vjen keq sepse ç'vlerë ka ajo fotoja që shkove dhe bëre. Qëllimi i fotove ka qenë që të mbash kujtime. Po, që të mbash kujtimet, po. Ky kujtim tani është zhdukur në ditët e sotme. Po se është bërë më shumë ky trendi që po shikojmë dhe influencerat dhe kështu dhe duan të gjithë të bëhen influencera. Ne duan të gjithë të udhëtojnë, të gjithë jetën e luksit, por e bukur është që të shkosh atje vetë dhe ta përjetosh. Dhe ta përjetosh, po. Edhe në pjesën e artit, në pjesën e pikturave, janë shtuar shumë njerëz që thonë se kanë krijuar një vepër arti, por në të vërtetë thjesht kanë gjeneruar një imazh me anë të inteligjencës artificiale dhe e quajnë si vepër arti. Tani nuk mund të quhet arti diçka që nuk është krijuar nga njeriu, nga ndjenjat e njeriu, nga mendimet e tij. Unë para pak
kohësh kam parë Guernicën, që është një pikturë e famshme dhe e shikoja në telefon gjithmonë kështu, nuk më falte asnjë lloj ndjesie edhe kështu, dhe kur shkova në muze dhe pash live thash që nga tjetër ndjesi, domethënë ta kesh përballë, të shikosh mënyrën si ka krijuar, çfarë ka përdorur, për më tepër aty ishin ato skicat e para që kishte hedhur para se të bëhej plot, dhe imagjino ajo letra e vjetër që e shikoj edhe ai lapsi që akoma nuk ishte fshirë, ishte tjetër ndjesi. E vërtet, po. Gjithashtu kemi dhe disjet e jashtme të forta, ndërsa ruajtja në cloud bëhet më e shpejtë dhe më e sigurt, disjet fizike përfundimisht do të zhduken. Të dhënat tona do të ekzistojnë kudo, por do të ndihet sikur nuk janë askund. Madje kanë filluar që të dhënat dihen sikur janë kudo në botë dhe mund të na i aksesojë çdo kush. Në fakt, edhe kompjuterat e rinj ose laptopet e rinj nuk e kanë më vendin që ti të vendosësh diskun. Pra duket që janë zhdukur, është drejt zhdukjes përdorimi i diskeve. Vetëm në versionet më të vjetra, të viteve të kaluara, mund të gjesh ndonjë që të kesh vendin ku ti të mund të vendosësh diskun për ta përdorur. Shumë mund të gjesh është ndonjë vend për USB, por dhe ato kanë filluar që nuk janë. Po. Moneda digjitale dhe pagesat pa kontakt po zvendësojnë me shpejtësi parat fizike. Në shumë ekonomi të mëdha, përdorimi i parave të gatshme ka rënë tashmë në 90%. Ne diskutuam pak që parat kesh nuk do të jenë më aq të qarkullueshme sa që kanë qenë dikur. Pajisjet MP3 dhe MP4 dhe iPodet. Muzika transmetohen direkt nga telefoni përmes Spotify, YouTube, Music e të tjerë. Pra, janë zhdukur MP3, un kam shumë kohë pa parë një personalisht, nuk s'mbahet mend sa kohë kam pa parë MP3. Po, nuk kam. Edhe për më tepër janë më të aksesueshme normale, sepse në Spotify mund ta downloadosh këngën e dëgjon kudo. Kurse në MP3 duhet të gjejë një kompjuter, duhet të gjejë një fish, pati hidhje. Gjithashtu, sot do të flasim edhe për disa mite teknologjike, që ndoshta mund të kemi dëgjuar më përpara dhe të kemi menduar që kjo është diçka e vërtet, por që nuk ishte e vërtet. Një mit është se inteligjenca artificiale do të zvendësojë plotësisht njerëzit. Ky është një nga mitet më të përhapura, ideja se robotët do t'i marrin të gjitha profesionet dhe njerëzit do të mbeten pa punë shpesh vjen nga filmat, por jo nga realiteti, sepse në praktik, inteligjenca artificiale deri tani është e shkëlqyer vetëm në detyra shumë të ngushta, si për shembull klasifikimi imazhesh, analiza teksti, parashikim statistik. Ajo nuk ka motivime, instinkt apo kreativitet të vërtet njerëzor. Në vend të zvendësimit total, ajo pritet që më shumë të bëhet një bashkëpunëtore, pra një supermjet që të rrisë efikasitetin e profesionistëve. Ne e kemi përmendur pak që inteligjenca artificiale ndoshta po zvendëson disa profesione të njerëzimit, por mos harrojmë dhe faktin që është e krijuar nga njeriu dhe nuk mund ta tejkalojë atë. Dhe nuk mund ta tejkalojë njeriu, dhe kështu që janë edhe shumë profesione që nuk mund të kryhen nga inteligjenca artificiale. Miti tjetër është që telefonat na dëgjojnë gjatë gjithë kohës për reklama. Shumë njerëz betohen se folën për diçka dhe më pas u shfaqin reklama për atë produkt. Mua më ndodh shumë herë kjo. Mua nuk më ndodh me reklama, mua më ndodh me një vend të caktuar. Nëse flas që për shembull ku diun për Parisin, do më dalin vetë video të Parisit pastaj të çuditshme. Shumë njerëz betohen se folën, e tham që betohen dhe folën për diçka që Në realitet, kompania reklamave nuk ka nevojë të përgjojë për të ditur çfarë dëshiron. Ata përdorin modelet e sjelljes, kërkimet e mëparshme dhe ndodhjen njerëz me të cilët ke kontakt dhe interesa demografike. Prandaj sistemi mund të duket si dëgjim, por në të vërtetë është thjesht një analizë të dhënave. Është ajo që tham që të dhënat tona janë kudo. Janë kudo, janë të hapura për të gjithë. Një momenti Një mit tjetër mendohet se bateria e telefonit duhet zbrasur plotësisht përpara rikarikimit. Kjo ishte e vërtet për bateritë e vjetra të nikel kadmiumit, por jo për bateritë moderne. Në fakt, zbrasja e plotë është e dëmshme për to. Bateritë e litiumit preferojnë cikle të pjesshme të karikimit.
Është shumë interesante sepse edhe më përpara ankoheshim që nuk na mbanin bateri telefonat, kurse tani mbajnë dhe karikojnë në një kohë shumë më të shkurtër. Më shumë megapiksel, foto më të mira. Këtë e kemi dëgjuar të gjithë. Po. Dhe madje edhe kur blen telefon megapikselat shikojnë. Shumë konsumator mendojnë se një aparat 108 megapiksel është automatikisht më i mirë se një 12 megapiksel. Në fakt, e vërteta qëndron se cilësia e fotos varet më shumë nga lloji sensorit, për masa fizike dhe algoritmet e përpunimit, sepse kemi thënë që dhe fotot janë thjesht një përpunim e asaj që shohim. Dhe miti i fundit për episodin e sotëm është se incognito mode të mbron nga gjithçka. Incognito mode vetëm nuk ruan historikun në pajisjen tënde, por interneti yt është i gjërmueshëm. Ofruesi i internetit të sheh dhe faqet e internetit ende mund të mbledhin të dhëna. Rrjeti i punës ende mund të monitorojë çdo gjë. Shumë interesante sepse këtë e përdorim të gjithë, por ajo thjesht historikun nuk ruan, por që ne mundohemi me mënyra tona, se na duket sikur po na pan atë historikun në fund i botës, por ne në Google mund të hysh ta fshish. Po, e vërtetë. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë episod. Shpresojmë që t'ju keni pëlqyer. Kemi folur për lajmet e javës, çfarë ndodhen, sollëm pak histori të ndryshme, personazhe të njohur, gjithashtu kuriozitete teknologjike dhe disa mite të vogla që na bëjnë të ngrejmë ato të dyshojmë në përditshmërinë tonë se çfarë është e vërtetë dhe çfarë jo. Deri në episodin e radhës, na ndiqni. Mirupafshim.